Gjotina rregullatore e para 17 viteve kur u ndryshua ligji për veprimtari hotelerike shkaktoi kaos gjatë dhënies së licencave dhe kontrolleve të kushteve minimale teknike për punën e klubeve të natës, diskotekave dhe kabareve, thot ministri për transport Aleksandar Nikolovski. Sipas tij, dëshira për thjeshtësimin e procedurës për udhëheqjen e biznesit është keq përdorur në mënyrë maksimale dhe kjo rezultoi me tragjedi në Koçan. Може би една добра заложба од 2008 година, јас тогаш бев пратеник, да се намалат процедурите, сега гледаме целосно злоупотребено, затоа што и патот до пеколот е, за жал, поплачен со добри намери и очигледно тој систем не функционира и мора да се менува. Ai paralajmëroi se tashmë po punohet në ndryshimin e ligjeve me të cilat duhet të kthehet kontrolli ndaj dhënies së licencave, por edhe nëse dikush me të vërtetë i plotson kushtet minimale teknike. Nikolovski shpjegoi se problemi më i madh është neni 21 i ligjit për hoteleri, me të cilin rregullohet procedura e dhënies së licencës për kabare, klub natë dhe diskotek. Sipas tij, kërkuesi i licencës e parashton kërkesën dhe garanton se është e vërtetë, por në të ka shumë paqartësi se si duhet të kontrollojë personi zyrtar. Службеното лице, ова е многу битно, од органот на државна управа надлежен за работите од областа на угостителство која води постапката или преведено Министерство за економија, по службена должност ги прибавува доказите од ставот 2 точките 1, 2, 3 и 4 од надлежен јавен орган во рок од 3 работни дена од поднесување на барањето. Што значи дека сите овие документи се прибавуваат од страна на Министерството за економија по службена должност, а подносителот поднесува изјава дека под материјална, морална и кривична одговорност тврди дека истите се исправни. По мене законов не е добар и мора да се смени. Në mënyrë shtesë, një kompani private ka konfirmuar se objekti është në përputhje me standardet dhe ky mendim me vul parashtrohet deri te komuna, pas çka më së shpeshti kjo nuk kontrollohet në terren. Arsyeja përsëri është zgjidhja e keqe ligjore, por edhe kapaciteti i inspektoratit të tregut për dhënë vlerësime për punët ndërtimore.